Procesi sterilizimit tashmë nuk do të ofrohet nëpërmjet partneritetit publik-privat. Qeveria ka miratuar ngritjen e një shoqërie aksionare, operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit, Oshis SHA, me kapital 100% shtetëror. Sipas vendimit, Oshis do të ofrojë kundrejt pagesës shërbime që mbulojnë të gjithë ciklin e sterilizimit në sallat kirurgjikale. Shërbimet fillojnë nga setet e personalizuara të instrumenteve kirurgjikale sterile dhe materialet sterile një përdorimshë, te veshjes sterile, ripërpunimi dhe sterilizimi me avull dhe me temperatura të ulta, si edhe trajtimi i mbetjeve me rreze biologjike dhe dezinfektimi ambienteve. Një nga pikat kyçe është edhe menaxhimi dhe administrimi i stacionit qendror të sterilizimit në QSUT, si dhe digitalizimi i menaxhimit, ndjekjes dhe raportimit të këtij shërbimi. Operatori shtetëror do të shërbejë të gjitha spitaleve publike universitare, rajonale dhe bashkiake në Shqipëri, ndërsa mund të ofrojë edhe shërbime shtesë për subjekte të tjera, publike apo private. Sipas statutit dhe ligjit, të gjitha tarifat do të arkëtohen nga vetë Oshis SHA dhe të ardhurat do të përdoren për veprimtarinë e saj, duke ruajtur karakterin e shërbimit publik. Kompania shtetërore ka një kapital fillestar prej 200 milion lekësh që përballohet nga fondet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nga buxheti i vitit 2026. Një tjetër element i rëndësishëm është kalimi pa pagesë te Oshis SHA i aseteve dhe të drejtave që i kthehen shtetit pas përfundimit të kontratës koncesionare të vitit 2015. Ministria e Shëndetësisë ka 30 ditë nga hyrja në fuqi e vendimit për të ndjekur procedurat e themelimit, miratimit të statutit dhe regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, si edhe për t'i siguruar shoqërisë mjediset e nevojshme për nisjen e aktivitetit.